Në shoqatën e të verbërve Gjakova është mbajtur një aktivitet në shah ku morën pjesë adhurues të këtij sporti nga kjo shoqatë. Kryetari i shoqatës së të verbërve Mark Pietra i tha se ky aktivitet organizohet në nder të festës së 28 nëntorit. Sot është një ditë që nuk matet me orë me minuta, por me shekuj, pasi që 28 nëntori është dita kur një herë për gjithmonë shqiptarët e kanë përcaktuar shtetin e tyre. Pra, sot shënojmë 113 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe mbar kombit shqiptar, andaj dhe ne këtë ditë po realizojmë me një turner miqësor në shah, ku i falenderojmë të gjithë mbështetësit të cilët na kanë mundësuar realizimin e këtij aktiviteti. Pietra i tha se aktivitetet të tilla janë të nevojshme për të gjithë anëtarët dhe se pjesëmarrja ka qenë e kënaqshme. Sot ne i kemi gjithsej 8 shahistë të cilët po marrin pjesë në këto gara, po ashtu e kemi edhe një pjesë të forumit të gruas të cilët janë prezent në këtë aktivitet. Përgjithësi jemi të kënaqur me pjesëmarrjen e personave verbër në aktivitetet sportive në Gjakov. Nga shoqata të verbërve Gjakova u deklarua se aktivitetet sportive zhvillohen vazhdimisht dhe janë pjesë e rëndësishme e angazhimeve të tyre komunitare.